Kryeministri dhe njerësh kryesocialisti Edi Rama ka dhënë një intervistë për median italiane Corriere della Sera lidhur me rezultatin e votimeve në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, i cili projekton Partinë Socialiste si fituese. Në shkrimin e publikuar nga Corriere della Sera, theksohet se kryeministri Rama shqiptarët i kanë besuar një mandat të katërt në krye të qeverisë. Ai fiton midis shqiptarëve të Shqipërisë dhe midis bashkëkombësve të tij jashtë vendit, mban qendër jug dhe pothuajse pushton Veriun, bastionin e opozitës, lexohet në artikullin e Corriere della Sera. Kreu i Partisë Socialiste në shtator do të petohet për një mandat të katërt të radhazi. Vota popullore ende në proces numërimi jep aktualisht shumicës absolute prej 82 vendesh nga 140, por mund të rritet edhe më tej. Sali Berisha arrin të sigurojë rreth 50 mandate në partinë e tij demokratike qendër-djathtas, shkruan Corriere della Sera. Një natë më parë pas dhjetra telefonatave urimi, Edi Rama ju përgjigje dhe gazetës Corriere dhe vijon ndër të tjera shkrimi. I pyetur nëse e priste një fitore kaq të thellë pas 12 vitesh qeverisje, kryeministri është shprehur, sinqerisht po, sepse punuam shumë për të arritur tek kjo fitore, duke folur me fakte, duke treguar qartë rrugën kryesore për Shqipërinë e fëmijëve tanë, duke i besuar dhe duke u fokusuar rinovimin të brezave në listat tona, të kandidatëve, dhe ku kemi promovuar dhe më shumë gratë dhe vajzat, po ashtu, duke organizuar partinë në një lojë të madhe skuadre në terren. Rama tha se shqiptarët preferuan Partinë Socialiste, sepse ne ndryshuam Shqipërinë me një vizion të qartë dhe këmbgulje të madhe. Njerëzit nuk janë budallin, siç mendojnë shumë politikanë, dhe ata e dinë të bëjnë dallimin midis atyre që punojnë seriozisht për të ardhmen e vendit dhe atyre që kufizohen në retorikën e disfatizmit. Edhe kemi gabuar, por kemi kërkuar falje. Ne kur nuk u ndalëm, kur nuk e fshehem, kur nuk u dorëzuam përballë vështirësive dhe ngritëm një kom të tërë, duke u bërë atë krenar për emrin e tij, ka thënë ndër të tjera Rama në artikullin e publikuar në Corriere della Sera. Rama nënvizoi se Partia Socialiste nuk fitoi sepse humbet opozita, por sepse shqiptarët besojnë në rrugën që po ndjekim së bashku, duke folur për votën e diasporës, ku Partia Socialiste sërish ka e përsi. Rama thekson se ky është një fakt që e emocionon. Më prek sinqerisht, ata që jetojnë jashtë vendit kanë një mision të gjerë dhe kërkues. Rama tha se kryeministra e Italisë Giorgia Meloni i ka shkruar një mesazh, po ajo më shkroi një mesazh nga motra për vëllai, ka thënë Rama. Duke folur për objektivat e qeverisë së tij socialiste për 4 vitet e ardhshme, Rama tha se ata do të përfundojnë kantierin e madh evropian të Shqipërisë. Qëllimi i tyre është të përfundojnë negociatat e pranimit në vitin 2027, ndërkohë, paralelisht ata kërkojnë që të vazhdojnë të modernizojnë vendin, duke forcuar sundimin e ligjit dhe ekonominë, duke mbështetur familje dhe duke e bërë transformimin 360 gradë të vendit të pakthyeshëm. I pyetur për skepticizmin e shfaqur nga disa ekspertë mbi afatin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, Rama ka theksuar se ekspertët shpesh kanë të drejtë, por ata kur nuk e kanë ndryshuar rrjedhën e historisë. Këtë e ndryshojnë popujt dhe lidershipet e vendosura. Sipas tij, ai nuk ka bërë parashikime, por flet për objektiva dhe në këtë rast për një objektiv të përbashkët që është Brukseli. Sipas tij, Shqipëria, nëse do të vazhdojë të bëjë detyrat e shtëpisë, do të jetë plotësisht gati për vitin 2030 brenda Bashkimit Evropian.